إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله I tërë lavdi është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, vetëm ati duhet mbështetur, vetëm prej ti duhet të kërkojmë ndihmë. E lusim Allahun xhalla xhelaluhu na ruajt neve prej gjunaheve të veprave tona dhe të sjelljeve të dobta tona, nga se njeriu ka njëherë duket si vetëm vetë po di me bë mirë, vetëm ti je i sjellshëm e të gjithë tjerit pasjellshëm. Llogaritën e pejgamberin tuaj alayhi salatu wassalam, çfarë sjellje arrogante kanë bën të tjerët ndaj tij, ai sa ka qenë i sjellshëm ndaj tyne. E një prej dietarëve të muslimanëve, të cilin ua kam përmendur këtu, thoshte: bahoni me njerëzit si druni me fryta, pema me fryte kur është me molla, me dardha. E gjuni me gur, ajo ju gjuan juve me fryta. Prandaj kusht ju gjuje juve me gur, ju gjune me fryta, me fjalë të mira. Jo me marrë ai një gur të vogël, ti një gur edhe më të madh. Ai një herë me të shoh ty, ti 100 herë me e shoh ata. Muslimani s'ka të drejtë me shoh askënd, edhe nëse të shohën, ti duro. Kështu musliman duhet të jemi, morali, sjellja e lartë duhet të jetë. Në fillim të këtij muaji të Ramazanit, ju kemi theksuar 5 specifika, 5 veçuri të këtij muajit, sipas hadithit përcjellur prej Imamit Tabaranit, që ka thënë, kur të hinë nata e parë, Allahu e shikon këtë ummet. Atë që Allahu e shikon, nuk e dënon. Goja e juaj më e këndshme te Allahu se era e miskut. 2. E treta ju kemi thënë, me laqet për ju bëjnë istikfar, i lutën Allahut, më ne i falë neve gabimet. Kush jemi na që me laqet më ne i falë? Ne jemi një popull gabimtar, që gabojmë, ama për hatër të Allahut, Ramazan agjerojmë. Që për hatër të Allahut, as nuk ham, as nuk pim. Me laqet për ty bëjnë istikfar, thëjnë njëra për falja gabimet. Se në emën të Allahut, qka është halal natën, na u ka bon haram ditën, edhe na fënalena. Po shtrohen sofrat e iftarit me qinda, kur po ulim më hangër, as kush s'pe zgjat dorën, po e sheh ujin e ftoft, po e sheh hurmën, e sheh ushqimin, supën, sallatën, kudjun, po pret më u thonë fjala më e madhe, Allahu Ekber. Pa u thonë ajo fjalë, nisja, jo, bile dikush kush pja nisim, unë në për sofrat e mëdha, ka hin koha, po e zani ju vanua aty në të restorant, apo në të mezhlis, unë pe ka, hoq në alu, pse? Po e përret fjallën Allahu Ekber mu thonë. Kjo e treta. E katërta, Allahu po i thej ka gjenetit, pregatitu, stolisu dhe hjeshoju se dhe të vinë këta në gjenet me hi. Subhanallah o vlazën, ditën e gjykimit njeri u ka me kanë edhe i dështuam. Allah i narujt, mës në bëft prej asaj grupe. E kanë nda ulemat e dinit islam, edhe me pas veprat liga shumë, si ta ka agjerimin është shumë i fort ditën e gjykimit.
sepse agjerimi nuk bëhet për hipokrizë, për dyftyrsi. Agjerimi s'bëhet për dyftyrsi. Agjerimi nuk bëhet për hipokrizi. Agjerimi nuk bëhet për sy e faqe. Pse është ibadet i msheft. A shkove në pëdrum tash me marë abdesti, po pi uja tjede, sa mos ardhëm na me të pa atyja. Qështu është agjerimi? Subhanallah. Me pas punët që keqë robi ditën e gjykimit, Allah i na i falë të gabimet, o Zot, agjerusi ka me pas derën shumë të madhe për xhenetin, inshallah u ta'ala. E në fund, po i thot e 5 veçori që ja kemi përmendë në fillim të Ramazanit, se ardhëm në fund edhe 3 ditë i keni para vetit. Agjeroj kush agjeroj, hangër kush hangër. Në mos të mendojnë ata që kanë hangër këtë muj janë më të fortë se na. Mos të mendojnë asësi. As ju mos mendoni se jemi dobësu. I kemi mas këtyne ditëve të Ramazanit edhe 6 ditë të Shevalit që të plotësohet sevapi i një vitit. Inshallah kretë kush keni agjeru Ramazanin dhe të boni sabër gajret edhe 6 ditë Shevalit me agjerua. Ato fillojnë mas Bajramit me njëherë. Allah ju forcoft. E 5 e veçorive në hadith që ka theksu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot në fund të Ramazanit Allahu Gjelle Gjelaluhu u afal mëkatet krejt ummetit. Kjo muj Ramazanit e kemi një natë inshallah në sante. E kemi një natë inshallah në sante, se mundet me konë 21 natë, 23, 25, 27 dhe 29 muj tek i Ramazanit. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kërkone me veprat mira, me vlerat juja, gjatë tërë 10 ditëve të fundit. Dhe unë për ju thamë, sonte nësa është, ose mas nesër nësa është, ose pardje nëse ka qenë në ka kalu veç. Aty veç Zoti e din, po mbas argumenteve folim, inshallah në sonte, bëni ibadet, lexoni Kur'an, jepni sadak, vizitoni vëllezrit, vizitoni prindërit, vizitoni motrat, bëni diçka, garo. Allahu lavdrohet me neve, para me laqeve, me ummetin, me neve. Pse me neve? Pse me laqe mës më u lavdru? Me laqe i ka fal, me laqet pa epsh, pa kojtje, me laqe jasdo me hangër me pi. As mu martu ja, se janë gjini as njëjnë se Shqipi thuhet, s'kanë gjini as mashkull as femën, edhe nuk hanë edhe nuk pinë. Allahu i ka kurdis me vepra të robëve ti, aje din se si, me laqet, engjujt. Ama engjujt, që ditën me neve, si ndalohemi na prej veprave, po na pihet uji, s'po e pim, o robi Zotit. Më ka marrë uria, jam untu, s'po ha bukë. Aton që e ka mashtruar shejtani, jo vetëm që po hanë e po pinë, pas se ka turpin para të tjerve haptaz. Edhe po thot dikush, wal iyadhu billah, kur Allah i bedin dhe ta di edhe robi. Kjo është fjale gabuar. Allahu e din pa i të ka ndorë. Bën të ube istikfar e nashta ta falen. Jo kur ta di Allahu edhe robi. Robi hiq mës ta di. S'kemi nevoj me diti që je gjunaqar. Na s'kemi nevoj. Sa asë sën të largëm gjunahin, asë sën të afrojmë sevapin. Allahu të ka ndorë. Allah i të dhëzof ty dhe mu. Kështu është këto ditë të Ramazanit, subhanallah. E është nata e kadrit e madhe. Me ja qëllua, inshallah ja qëlloj me ibadet dhe me lutje, është më e madhe se 83 vjetë. Më e madhe se një ymër, 83 vjetë. A kemi jetë në 83 vjetë me shkua. Lejletul Qadri, khajrun min elfi sheher. Ma mirë se 1000 muaj, e 1000 muaj i përgjigjen 83 viteve. Subhaneke ja Rab.
Fillimi i këtij muaji rahma, mesi i këtij muaji maghfira, falje mëkateve, e fundi shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Allahu na shpëtoft. Ju kemi spjeguar ndoshta edhe herave tjera, ose keni ndëgjuar nëpër internetin, televizore tash se masi ka hyrë, alhamdulillah, fjala e Allahut edhe në mediat elektronike, pra në mediat e dukshme dhe të dëgjueshme, edhe të shkruame inshallah, boll me literaturë jemi të përgatitur. Allah ju forcoft të gjithëve. Ndoshta kemi spjeguar, ndoshta diku tjetër kam spjeguar, tash po ju them. Ulemat e dinit islam këtë muaj të madh të Ramazanit e kanë bërë një shembull të çuditshëm, një shembull të çuditshëm. Muaji i Ramazanit i ka 11 vllazër, se i 12 është. Edhe Hazreti Jusufi i ka pas 11 vllazër. Veti 12. Jusufi alayhi salam, keni pa juve të rive bile po ju tham, hini internet dhe shiko bile biografinë e Jusufit. Që të njoftohesh me jetën e profetëve. Pse ta marrim shembull Jusufin? Jusufin alayhi salatu wassalam, vllaznit e vet e kanë xhelozua. Prej xhelozisë se baba ka dasht, ama baba pejgamber Jakupi, pse e ka dallua, se e ka ditë që do të jetë profet. Sepse pejgambert i njohin gjërat me anën e ndihmës së Allahut që ja u jep. Ama jo fallxhit e sihirbast, mos harroni se dikush prej neve kuldon që edhe fallxhia di edhe magjistari. Fallxhia dhe magjistari janë dreqen, shejatin, shejtana janë, kush ju beson atyne, 40 ditë namazi nuk i pranohet kush ju beson fallxhis. Keni kujdesa? E profetet Allahu përmes melekëve i informon. Jakupin e ka informue Allahu që Jusufi ka me ken profet. Djali i 11, se e ka pas edhe tjetrin, Benjaminin mas 12. Vllazërit kur e kanë parë që ndaj Jusufit e ka një shikim të veçuar, Jakupi alayhis salam e kanë xhelozuar. Edhe shejtanin i ditë për ju thot, merr në Jusufin e mbyt në bën një qarën. Po shejtani që shka thot, në Kur'an e kini në faqen e 5, po thot merr në Jusufin, mbyt në, subhanallah, që shejtani shka pëmëson, merr në Jusufin, mbyt në, ndashit me kanë burrat mirë. Mbytësi, katili, krimineli, a mundet me kanë burri mirë. Asaj që e mbyt vetin, asaj që e mbyt tjetrin, nuk mundet me kanë burri mirë, sa janë kriminel. Katili janë kriminel. Allah i shkatroft kriminelët në çdo vend. E pat fotografinë e atij kriminalit në Istanbul, çka bani? Në njerëz të pafajshëm, o Zoti i madh. Çfarë terroristi, çfarë qeni, ama Allahu xhalla xhelalu ja çoj dënimin. Ama para Allahit ku ka me dal kriminali, se këtu në dunjë ka një herë më shifën kriminalët. Para Allahit ku do të dalësh? A ki çfarë pa dal para Allahit? O Zoti i madh, o Zoti i madh. E shejtani për thotë dashit mu bë burrat mirë ju, mbyt në Jusufin rahat bani edhe ini. Subhanallah. Historia është e gjatë, s'kemi një jetë na me zgjatë historitë. Po çka po du me ju kallëzua? Kur Jusufit ju dha pushtetin dorë, masi najti një kohë në burg, e dolin nga burgu, u vërtetua se ai është i pastër në moral dhe në karakter. Në moral dhe në karakter, në nëmuz, sepse e sulmoj gruaja mretit. Ajo ka shpif sepse nuk jo përgjegjë me pas kontakt. Edhe ka shpife, dashti Zoti kështu, caktimet e Allahut në dynja. Pejgambert janë sprovuar fort. Doli kjo histori inshallah edhe një herë tjetër, po e keni edhe në internet të interesuarit për Jusufin alayhis salam, është histori e çuditshme e Jusufit. Më e bukur histori në Kur'an. Kur u bën mret i bujqësisë, u bën
ministri i ekonomisë në Egjipt, erdhen vllaznit tash mas ju muar vesh mo që kret, ju jeni ata që më keni gjujt në bunar, keni dash më myt, u muar vesh kret, u zbulu çdo gjë, u qel çdo gjë. Erdhin vllaznit tash të Jusufi. Çto është? Që tu e kemi fjalën. Erdhen vllazrit të Jusufi, edhe i thanë, o Jusuf, a det në i falish neve, edhe apo në i bën halal që ka të kemi bën ati. Vllaznit këtë më të maj, veç Bunjamini më i vogël është. Kur të bëjsh gabimin, mëse këshira je më i madh, je më i vogël. Mëse shikotja je më i madh, je më i vogël. Gabimin e ke bë. O Jusuf, a det në i falish gabimet ti neve. Çka ju ka kthy Jusufi a.s. Inshallah lexoni këtë, inshallah përcillni. Se s'keni, doni me njoft jetën e dinit tonë, se jetë e madhe është e pejgamberëve. E njerëzve të zgjedhur në fytyrë tokës, Allahu na bën të bashkë të gjithëve me ta. E vallahi ata që e përfillin urdhën e Allahut dhe të dërguarit të tij kanë më qenë me ta në xhenet. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Çka për ju përgjigjet Jusufi? Mashallah. Sikur që i përket një pejgamberit për ju përgjigjet. Në ajetin 92, në surën Jusuf, ajetin 92, po ju thot, la tathriba alaykumul yawm. As nuk ju qërtoj ma juve sot. As nuk ju qërtoj. La tathriba alaykumul yawm. Yaghfirullahu lakum. Po bën dua, Allahu ja fal gabimet. Wa huwa arhamur rahimin. Aja është më i falësi, vetë një falës. Kështu vllazërive për ju thot. Na bëjmë gabime, na si të gabojë njëri tjetri, han mraft në dorë muaj, ka me falë çka kam i bën. Pse kështu ti o musliman? Pejgamberit çka i kanë bën? E dini çka i kanë bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? U detyrua mu shpërngule me ikje bebo me kthy. Kur e çliroi Mekën, i mlodhi të gjithëve Mekasit edhe ju tha: çka menoni unë tash, se unë tash e kam pushtetin në dorë, çka mu i me ju bëju unë sot? Njeri kur e humb pushtetin dhe forcën, ti e tha sot, djali mirë, i biri djalit mirë, i biri djalit mirë. Sot i mirë u bona. A din çka ju tha pejgamberi se e kish pushtetin në dorë? Shkoni sekret, jeni të lirë, jetoni në siguri prej sot. Ku e gjonsh këtë zemër të madhe? A din çka ju thot Ramazani vllaznive të vetë që i ka? Ramazani sa vllazën paska? 11. Nësë jadim vllaznit me emën, unë e po, mas di ju a jadini. Që për ju përmendi vllazrit e Ramazanit, se në Ramazan në gjesim emna, edhe Ramadan edhe Ramazan. Muharram, Safer, Muharram, Safer, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Recep, Shaban, Ramazan, Shawwal, Dhulqa'da dhe Dhulhijja. Që këta e në 12 vllazë. E kjo vlla Ramazani, shka ju thot në fund? Kjo vlla Allahu ka dash që për këtë fund, kjo Ramazan, kret vllazëve me jo falë, gabimet 11 ujë që ka kanë ba. Allahu Gjelle Gjellali u ne i falë gabimet. Po thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, man sama Ramadane imanen wa ihtisaben, gufire lehu ma të kaddeme min dhembi. Ai që agjeron Ramazanin me iman, dhe me llogari se veç Zoti është përblen as kusht tjetër, i falen gjunahet e kaluar krejt. Që shka ju bojnë këtë në vllaznive, Muharrem, Recep, Shaban, Ramazan, këtë pje u falen. Sikur që ju ka falë Jusufi edhe ju ka thonë alayhi salatu wassalam, as nuk ju qërtoj. Allahu është i madh, Allah ja u falë. Allah i ne i falët edhe neve të gjithve. Kështu o vllazën është kjo muj, edhe kështu është kjo muslimanlëk kjo jetë, Allah i na i falë gabimet të gjithve, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, thoni astaghfirullah, Allah i ja falë gabimet.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muj Ramazanit, i zeqatit, i zbritjes Kur'anit, i sadakës, i iftarit, i namazëve shtesë të taravis, i qiyamul lejlit, namaz natës, me plët dhurata, që përpara muslimanët 6 muaj thëshin o Zot, na mundëso të arrijmë këtë muaj të madh. Inshallah dhe na e kemi bën këtë ibadet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ja Allah, edhe shka s'kemi ditë ne i fal. Ja Allah, edhe në sent ne i pa që mbon pak më në shiku dikush tjetër ne i fal, ne i shëndro, ne i bëjnë të sinqert veprat tona inshallah. O vllazën, me qenë se ditë tjera të gjumans nuk kam përpara, të keni parasysh sadakatul fitrin, mos e lini mas Bajramit. Sadakatul fitri jepet për të gjithë anëtarët e familjes, edhe me le natën e Bajramit fëmia, edhe për të ka sadakatul fitr. Lëmosh, se lëmosh e mbron, siguron, lëmosh ose animath. Keni ndëgju populli që shëdhët këtë fjalë, se e ka marrë dikun populli prej ulemave. Sadaka madhe e kish pështu. Qashtu ashtë. Në një transmetim unë e kam lexu, sadaka të shpëton prej 70 rreziqeve. E popullin unë e kam një këto fjalë. Kish bo filani ndeshje, kerri makina, katastrofë. Veç sadaka madhe e kish pështu. Ku populli nuk e aty për aty se prodhon? E ka marrë prej ulemave që e kanë spjeguar para 100 viteve këtij popull. Prandaj keni kujdes sadakatul fitrat jepni, edhe mos këshirni mi dhënë veç ato 2 euro, dhe se marrë sa ma lira. Të përdo gjenetin më të madh. Për të hinsh në butikë, përdush më të lirin tesh me ble roba më të shtrenjtën. Jo unë përdu që të më të shtrenjtën, ama ti me më lirë. Silat Allahi ghalije, ka thënë pejgamberi. Artikujt e Allahut janë të shtrenjtë. Andaj garoni. Unë vallaj kam dhënë ka 2 euro para 2-3 ditëve i thash, po një jepi edhe nesër ka 4. Mos po tutet po të provohet diçka. Jo, unë shumë herë, tash s'ban me tregu, po duhet t'i tregoj si hoqë, se shumë herë po m'jen palidhje mi dhënë unë 3 euro ose 5 euro. Kemi hangër, kemi pi, po bëjmë se fani kënina. Jep mara ka 20 euro në persana, hajde jep një fukarave. Qoni fukarat prej varfrisë. Trazoni prej fukarallëkit, le ti mushet fukarat, le ti bëhet 500 euro, 1000 euro le ti bëhet të shtëpia, le ti shehe pare të dhaj. Se kallaballëki, uniteti, bashkimi ban fuqi. Kështu që vitrat kanë ardhur edhe bllokat këtu, domethënë që ta keni parasysh mos shkoni vonë. Edhe e dyta, sot e kemi një urdhën bashkisë islame, elhamdulillah. Unë e pëlqej kur na bien këtë si lloj urdhna. Seriozisht e pëlqej që të bëjmë mjete sot kreta xhamiat e zonës Prizrenit, jo vetëm qyteti, edhe fshatrat për fukarat, për Bajram kanë më shpërndaj inshallah taala. Edhe na sot do të bëjmë inshallah taala, secili sa ka qef. Po qefin mos e çonin 10 cent. Aty bashkia islame më ka shkruar, kretve u ka shkruar çashtu atë tekstin. Edhe 10 centi ju edhe 20 centi. Ju marrë vesh 10 cent e 20 cent. Lema një macchiato bile 50 cent. Me të ardhë një fukaras, ja qesi shëti të pjo dhe një macchiato e një kafe që tja, bile dhe i cigare. Po ja cigare njëse, gabova. Do më thonë me pas parasysh, e inshallah dhe të bëjmë edhe mjetë për fukaran, se ka shumë fukara, me të vërtet interesant. Por edhe po ju thamë, qelë një u dyër t'jone kus janë. Vëllaj na po mundohemi ka mos me shku, unë seriozisht zeqat në sadaka ka po jep dikush, vallahi po mundohem me ndihma ka po jep dikush, vallahi në për shpija për shkët. Makinës për hypje dhe në për shpija ku për i di, vallahi se zban ndryshe. E dini ju Hazreti Umeri shka ka bon, Hazreti Ebu Bekri shka ka bon. Edhe na që ashtu. Këshyra ka se ka njeri që s'ka me hangër ati po hash mirë. A i s'ka dalë me lypë, se për vjen marë me s'ka dorë, në s'vjen me thonë të me tërkit të dera, po i ka halët mush qështu qëndron, e ti i ki halët ma mirë, mule. Allahu Gjelle Gjelalu të ndimoftë. Kështu që do të kemi inshallah u ta'ala edhe ndihma do të bëjmë.
edhe këtu të une kush do një dhënë para meje, po edhe kush banë poshtë atje të zyrja djali. E inshallah ta'ala, Allahi na pranon këtë agjerim, e inshallah Allahi na mundëson me plëtsua këtë agjerim me punët më të mira, ja Rabbel Alemin. Allahi na shtoftë vllaznillakin, na shtoft unitetin, e na shtoft dashurinë në mes veti, e na shtoft bujarinë në mes veti, e na mundsoft, ai na I ka dhënë ai ibadetet, po na ti bëjmë inshallah, të lexojmë pak më shumë, të dimë pak më shumë. Elhamdulillah, po na gëzojnë vllazërit në këtë muaj, po na gëzojnë, unë po gëzohem me siguri edhe ju, disa prej tyre deri tash që kanë ardhur, edhe familjet e tyre janë mbuluar në muajin e shenjtë të Ramazanit. Kjo është prej begative të këtij muaji, elhamdulillah, pse urdhmi I Allahut po shkon në vend. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا وشبابنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وأقم الصلاة.